Dhe qytetarë nderi për Mario Mitaj, Jurgen Uldedaj dhe Armando Broja. Një dorë trokitje. Ju ftoj të ngrihen në këmbë, të ndërrojmë hymnin kombëtar. Fjalën hapëse të kësaj ceremonie ja japim kryetarit bashkisë zotit Tonin Marinaj. Përshëndetje të gjithëve. Është kënaqësi besoj për gjithë secilin që është këtu dhe shumë të tjerë do kishin pas dëshirë, por këto që edhe ftesat na bën me pikatore se do ishte desh në mush një stadium ditë. Është një ditë e shënuar për tregun tonë. Tredim tonë tre sportista që po lanë gjurmë jo në rregull kombëtar, po në rregull ndërkombëtar. Marrja që ndodhet mes nesh e falenderoj shumë që ashtu i bësisht edhe babajnë, nanën, motrën dhe shoqin e tij, Varpe Amerike. Levajirin me familje që për arsye punët, impenimit, i birje ka pas pa mund në ardhë, që kampionati anglisë të vazhdojnë. I bësisht Augustinin, djalin e tij, e familje, ju e gjithë qatë minën, kampion botën Tonini. I nga dhe i Tonin e zjoke, Tonin në shumë, i nga dhe i sprish punë. I gosisht du të falenderoj edhe tu, zotin Sterkaj, sportist, adhurues i sportit, pa i karrierën shumë drejtime, ju e dini sa shtuaj me folë, deputetin, bujarin dhe Marianën që parën listë, dhe kjo është shumë e dashur me malësorët. Megjithatë ne jena me malësinë e malësorët. Tonëve, mirë si u gjeta në malësit madhe, i nderuar kryetar Tonin, i nderuar koleg Paulini dhe Bujari, shumë kënaqësi për mua me kanë sot në mesin tuaj. Historikisht duke qenë në malësinë e madhe i kanë lidhur shumë gjana dhe jam realisht shumë krenar dhe besoj që shumë shqiptar duhet me kanë shumë krenar për arritjet të treve këtyre vive të malësisë, që janë kanë ambasadorat më të mirë Shqipënisë në arenën ndërkombëtare, sepse kultura dhe influenca që trit munden me pas sot në arenën ndërkombëtare mundet me kanë shumë më madhe se ajo që ban politika. Kështu që unë ju falenderoj shumë që jeni fytyra më e mirë e veriut të Shqipënisë dhe tonë vendit tonë. Tonini e bën një kërkesë, unë kam një kërkesë tjetër, me që pak fati, shumë talenti juaj dhe rrethonat ju kanë ndihmuar për me mrit këtu ku jeni sot.
tash një monja dhe ta tri që besoj që talentin ja ka falë Zoti në një të jashtëzakonshme në këtë vend. Për që jepem një dorën, në monjën e gjithë apo do kosha investim në futbol. Faleminderit shumë. Bashkia Malësi e Madhe, vendim të Këshillit Bashkiak numër 64, datë 24 dhjetor 2025, një tipin. Qytetar nderit, Zotit Mario Lim Mitaj. Me motivacionin për punën, për kushtimin dhe profesionalizmin e tij në fushën e sportit, e në veçanti në atë të futbollit, duke u shpallur finalist në kampionatin evropian në futboll të futboll 2024, me falenderën e ekipit tonë kombëtar, duke nderuar dhe bërë krenar gjithë malësorët dhe mbar shqiptarët kudo që ndodhen, si dhe duke lartësuar kudoherë treven tonë Malësi e Madhe e Magjerë. Përshëndetje gjithëve, një falënderim të madh për kryetarin e bashkisë dhe gjithë stafin e tij për këtë shumë të vogël që më ka dhënë sot, i ditë shumë e veçantë për mua. Një falënderim të madh për rrotë e mi, që janë të pjona unë. Jam shumë krenar që jam anësor dhe një përfitim që të derivaj është që do të mundem të bëj akoma më krenar në të ardhmen. Polonin, që po thonë? Polonin dhe fitojmë se zvanë. Kujdes se e ke atë gëzimin. Tande, jam shumë i lumtur që sot jam pjesë e një ceremonie që jam i bindur futet në ditët e nderit, jo vetëm për tre personazhet dhe kampionet që kemi këtu, por për gjithë të tre që unë do ta cilësoja kampione e Shqipërisë me kampione qytetar. Malësia e Madhe. Një vit më parë, në zyrën e kryetarit kur po bënin emisionet dedikuar Mario Mitajt, Brojës dhe Hysaj, i bëj një lutje kryetarit. I thash, të njoh që ke burni dhe dua të ma çosh një rigja, i themin e deri në fund. Ma thuj, tha, e ketë më rrugë. Thash, këto sportistë, të lutem i bëj qytetar nderi Malësisë së Madhe. Sa ka krenari më të madhe, se të kesh qytetar nderi, djemë të tillë që janë krenaria e kombit. Mario Mitaj, një mbrojtës i jashtëzakonshëm, një mrekullueshëm, një karakter të fortë, i shkëlqyeshëm, kudo, një familje të përsosur, kanë qenë në shtëpinë e tyre, në Vermosh, aty ku harta vendoset në ngosht në vendos gishtin. Njerëz të shkëlqyer, djalë i shkëlqyer që nuk thon asnjëherë dhe i thon vetëm poshtë Shqipërisë dhe me lojën e tij apo për vende jo vetëm shqiptarët, por dhe arabët, imagjinoj. Mario Mitaj. Arnaldo Broja, insinues që do ta kishte zili çdo kush ta kishte. Ndaj mund të them që djemë të tillë, golet e tij, loja e tij, performanca e tij janë një pasuri kombëtare. Dhe unë vërtet kënaqem që ai sot është në podin e nderit të Malësisë së Madhe dhe përfaqësohet nga babai i tij Luajit. Malësia është një kampion botën boks që del nga këtë zonë. Sepse unë e dija që Malësia e Madhe është kampione në Shqipëri edhe në gjithë Ballkanin, por djemë futbollistë kombëtarës. Janë 8 që kanë luajtur me ekipin kombëtar. Dhe sot në formacionin e kombëtarës janë 3 yje.
njëri prej cilëve ka vendosur rekord në Shqipëri. 94 ndeshje pikërisht Hysaj. Elçmit Hysaj, që kemi këtu pagatën e tij. Është Armando Broja Sul dhe është i pakalueshmi mbrojtësi i numrit 3 Mario Mitaj, që gjithë më thonin mu kur shkojnë në Shqipëri, është nga Himara. Jo, është nga Vermoshi, aty ku flitet Shqip, aty ku buka, flamuri, zemra, pesa dhe futbolli janë kryefjalë. Që unë e falenderoj kryetarin Këshillit Bashkiak, sepse mendoj që titulli për këta 3 djem ka një rast specifik. Nuk është në ato rastet kur titulli i bën nder njeriut, por është në rastet kur njeriu i bën nder titullit. Ndaj takizoni të 3, takizoni edhe të tjerë që kanë marrë, sepse nga kjo zonë ka dalë dhe Bekim Bale, një dorë në vitit dhe për topin e artë të Shqipërisë, Ose i Hysaj që është bërë në Karandeju, kapiteni kombëtarës, ka dalë Salvador Kaçaj, është në origjinë Rudi Vata, është Çokaj, janë 8 futbollistë të kombëtarës që kanë veshur uniformën kuqezi nga Marcia Mave. Kështu e thot Bashki Branekaj, se nuk gabon, gol të këndshtë. Një minjoj për gjithë gazetarët që janë këtu dhe të Shkodrës, një minjoj për gjithë kolegët e mi, sepse kanë dhënë shumë për sportin dhe për futbollin, ka bërë shumë, dhe për secilin nga ju, për familjarët që u keni krijuar mundësinë djemve tuaj të jenë krenaria e kombit. Sepse këta nuk janë vetëm krenaria e Marcisë Madhe, janë krenari dhe pasuri kombëtare. Faleminderit kryetar, jam i njohur për fesën, për respektin, faleminderit kampionit që ka një merit jashtëzakonshme sa ishte sportist, sepse është një kampion absolut i tapetit. Është Paulin Sterkaj, që meriton një dorë në vite, deputet dhe që janë sot këtu edhe kampionës së agroturizmit mos gaboj, Marianës dhe Bujarit dhe gjithë që jenë këtu, minjoje gjithve dhe u arsha vetëm për momentet të tilla në Macinë e Madhe. Unë sa të kem jetën dhe sa të kem frymën, do promovoj njerëz të tillë, yje të tillë, kampion të tillë. Zoti ju rujt gjithë. Faleminderit. Mario Mita ka një surprizë, më falë. Ja ta them. Kryetar, jo vetëm ju bëni surprizën. Mario Mita që e falenderoj që ka ardhur ekskluzivisht sot për të qenë pjesë këtu, ka bërë një surprizë me kush është gjë më e shtrenjtë, bluzë e ekipit kombëtar. Ajo është dhuratë sot për ju. E presim e bërë vite Mario Mita. Një futbollist klas, që ka ardhur bashkë me familjen nga Athina sot, familja që i përshëndes Linin dhe Agën dhe gjithë të tjerët, për të bërë këtë surprizë kryetarit bashkisë, Tonin Marina. Bluzë e numrin 3. Mario Mita.